Presidentes Vjosa Osmani duket se nuk I pëlqejnë shumë pyetjet rreth sanksioneve të BE-s dhe SBA-s për Kosovën. Gjatë një interviste për Deutsche Welle, Osmani është nervozuar me gazetarin që ja ka përmendur izolimin e Kosovës. Ajo ka bërë me dije se konstatimet e gazetarit nuk qëndrojnë. Ky është jo vetëm një konstatim totalisht I gabuar, por është një konstatim që nuk ka asnjë lidhje me realitetin dhe për dallim prej konstatimit tuaj që Kosova kinsej qenë ka vend I izoluar dhe që nuk keni fare argumente për një gjë të tillë, unë kam me mira argumente pse Kosova në këto 5 vite ka pasur dyert më të hapura se sa në çdo periudhë tjetër. Ma gjeni një periudhë tjetër ju, ku Kosova është ftuar në secilin forum ndërkombëtar, ka thënë ajo duke shtuar se Vjosa ka bërë punë të mëdha. Unë si presidente dhe udhëheqëse e politikës së jashtme nuk ka organizim ndërkombëtar ku nuk kam qenë e ftuar për t'i dhënë zë Kosovës dhe për ta përfaqësuar Republikën, përfshirë edhe në samitin e NATO-s ku Kosova kurrë në histori nuk ka qenë më parë e ftuar. Në qoftë se ke çdo derë hapur, në qoftë se ke besimin dhe përkushtimin e secilit lider shtetëror, nuk po flas tani për shtete si Rusia dhe armiqtë e Kosovës, po flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flas për Gjermaninë, Francën, po flas për shtetet në kontinente të largëta, me të cilat asnjë president tjetër paraprak nuk ka ndërtuar marrëdhënie të afërta, dhe në qoftë se udhëheqësia e politikës së jashtme të Kosovës ka arritur që të jetë e pranishme deri në këtë mas, si mund të quhet Kosova shteti I izoluar, ka thënë ajo. Sa I përket dialogut strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë thënë edhe në intervistë që ndërprerja e planifikimit të dialogut strategjik nuk është kundër popullit të Kosovës dhe njëkohësisht kanë treguar publikisht që do ta vazhdojmë bashkëpunimin me presidentin e Republikës dhe në këtë partneritet po e vazhdojmë. Në fushën e mbrojtjes, si komandante supreme e ushtrisë së Kosovës, jam siguruar që asnjë projekt në fushën e mbrojtjes mos të ndërpritet me Shtetet e Bashkuara dhe po e vazhdojmë nëpër masa që nuk ka qenë më herët, është prehur mëtej Osmani.